Dita ime nuk mjafton 24 orë, ka njëherë më duhen Ma shumë ora. 28. Për mu puna është terapi, për mu puna është gjithçka. Po, na jemi pak shoqni e kafeve. Po, si jo. Me ndajt shumë kafe. Po, edhe i shijojnë pa Jo veç na, po i gjithë Ballkani, kështu është mentalitet, është kulturë, kështu që unë nuk i takoj asaj pjesë që kam që vazhdimisht me gjeti komoditet edhe me ndajt. Okej. Për mu puna është terapi, për mu puna është gjithçka. Unë më pëlqen kultura shumë perëndimore. Nuk e du edhe shumë këtë dinamikën e viteve të fundit që ka kaplu gjithë globin, një dinamik pak e rrezikshme, por gjithsesi ma mirë është me punu shumë se sa me ndajt. Sa me ndajt bash. Kur përmendën fillim, kur veç ishim duke bo muhabetin tuaj, kritikat, komentet, po du me ditë sa je kështu me rrjetet sociale, Luan, a bërën heqa, kalon shumë kohë, a i lexon komentet, a i sheh, a i kthen, a të pengojnë kritikat, a të lëndojnë kritikat, a prekesh pi komenteve, apo si lexon fare, edhe të bën përshtypje garantash? Jo, absolutisht jam duke punu me u shmang shumë rrjeteve, ma shumë rrjeteve sociale, edhe pse është shumë e vështirë, sepse natyra e punës tonë, natyra një artisti domosdoshmërisht e lidh punën e tij me rrjetet sociale, kështu që sa i përket kritikave nuk është që më bojnë shumë përshtypje, i marrë si të mirëqena, kështu që thjesht ato që konsideroj që janë të mira, i marrë për të mira për me ndryshu edhe me bë punën time sa ma profesionale dhe sa ma të bukur. Ato që etiketohen të qëllimshme nuk kam pas raste, thjesht i te kaloj shumë letë. A je shumë ndryshe, Luan, në jetën e përditshme me njerëzit e tu të afërt zemrës për dallim prej skenës së ku të shohim në ekran? A je tip shumë ndryshe? A je shumë i shqetësueshme, a bën batuta? Unë jam tip shumë social, nga pamja se si duken... Si duke shumë i ftoft, Luan, jo, absolutisht. Shumë sinqert, ta më në opinioni publikut. Dukesh më i ftoft, më i tërhequr. Jo, jam këtë kundërta e asaj që duken. Edhe shumë njerëz ma kanë thënë që dukesh i rond, në pamje, dukesh i ftoft. Jam shumë tip social, jam shumë tip fëminore, kam një fëmijë brenda vetes, cilin nuk e mbës edhe nuk e trafik. Seriozisht sa bukur.